të cilët punojnë, se ti që jeti e lartë, ti vetëm i gëzon. Dhe së fundi të me ruse dhe që shkatërroi Partinë Demokratike dhe Opozitën ishte votimi 26 korrik të 2024, listat e mbyllura, kur majoranca nuk donte listat e mbyllura. Po thoshe me prim, me herës, më falë, do të zbrisë herës e rreth 5.500 vota që nga i pari në Elbasan, deri këti 14 të gjithë ishin involvuar për të luftuar për të grumulluar vota. Jo të flen 5 parët, jo të flen 12 parët, si që ishte në Tiranë. Dhe kjo të tregoj pasaj që lista e hapur performohet dhe mori vetë me qarkun e Tiranës ti. Nga 151.500 vota, 136.400 mori lista e hapur dhe prodhoi një mandat. Dhe rri Ilir Mehmeti me 20.000 vota më tanë, kurse gjithë lista mbyllur, që janë votën e Sali Berishës, janë 14.100 vota gjitha. Çfarë tregon ti kjo pra? Budalliku, se ca i futën gjungë, ca i kënë Karajipe pushime, ca nuk di që fare mas i lloj pune, e pa t'ju se unë me 100 pikën, me 100 peka nuk shkoj. Ai televizioni i atyre, mjalit PD-s, i opozitës, nuk ka rëndësi, shumë i fuqishëm, kur ankohet ai, që nuk i shkojnë opozitarët, debate, diskutime, përplasën, marrja së zi që të thonë, s'ka që të thonë, e kupton, flenë gjumë, jemi në pushime, jemi me ti, e kupton që opozita është para. Opozit luksi, shkoti ke obori Partisë Demokratike, gje makinët e fundit, 100.000 ereshe, 150.000 ereshe, veshëm në kostumet mira, se thonë dhe vetë ato, me 5.000 ereshe, me 3.000 ereshe, me 4.000 ereshe. Në opozit, o ha dhe, o vdes për buk, që të vitë momenti që ti të tregosh tjerve që kështu si të vuju, unë të vuni dhe ju, dhe që të fitojmë. E qartë. Jo që ti ndërtosh, e pasurosh në opozit. Kjo ndodh ka opozita. E qartë. Arditi do e bëjmë një pyetje tjetër, meqense ka angazhime të tjera dhe ne do e zhvendosim bisedën edhe në pjesë të tjera se takon çështjes së opozitës. Ardit ka marrë dhe në fakt një takim mes disa eksponentëve të kampit të djathtë, por që sot nuk ka një mandat në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë. Ali Mehmeti, Saliani, por edhe të tjerë që janë takuar dhe në fakt u pas edhe apo u lexua si një lloj kërcënimi që mund të vijë për Partitë Demokratike. Vetë Zoti Berisha zgjodhi ta komentoj, por duke mos i dhënë rëndësi, meqense ju gazetarët edhe e vut me shpatulla pas muri për ta pyetur. Mendon se po krijohet një rrymë re natyrale, një lëvizje që po vjen nga kampi i djathtë me të pakënaqurit me zotin Berisha, por që duan vërtet që Partia Demokratike të mbajë themelet që ka patur gjithmonë. Unë nuk e di nëse nga ai takim do të nisë një lëvizje re, një fraksion, një partia, nuk e di si mund ta quajmë nga ai po themi kafe e thirrur nga zoti Ali Mehmeti dhe zoti Saliani me disa prej më të votuarve në zgjedhjen 11 majit, por di të them këto tjetër që në Partinë Demokratike sot, po akoma dhe më gjerë se Partinë Demokratike në spektrin politik shqiptar, ka vend dhe ka hapësirë të mjaftueshme për formacion politik, për lëvizje, për një rrymë politike, ta quajmë si të duash, sepse këtë e tregon vota e 11 majit, këtë e tregon pjesëmarrja në zgjedhjet e 11 majit, po doni juve edhe pjesëmarrja në zgjedhjet e pjesshme që u zhvilluan në nëntor në 5 bashki, dhe kjo e tregon pak a shumë gjithë fryma dhe qasja që neve shohim dhe lexojmë nëpër rrjetet sociale. Pra, një ndjenjë opozitare dhe një ndjenjë e qytetarëve për të kërkuar përgjegjësi dhe llogari ndaj qeverisjes për problematikat apo për gjërat që nuk i ka bërë mirë qeveria ekziston. Problemi në këtë pikë, se duket sikur gjithë këshillat i ka Partia Demokratike, por si kundër e thash, gjitha elementet që unë përmenda krijojnë një dilemë të madhe. Pse Partia Demokratike gjithë këtë energji, gjithë këto ujëra opozitare nuk i kanalizon, ti këqoj tek logoja e saj dhe ti përkthej në vota kur ka zgjedhje, qofshin këto lokale apo edhe zgjedhjet përgjithshme. Kështu që për mendimin tim do mbetet për të parë se çfarë si do të evoluoj, qoftë ai takim apo edhe rryma të ndryshme brenda Partisë Demokratike, por unë mendoj që Partia Demokratike ka urgjente për ta vjuar ndoshta pak edhe atë që tha zoti Sula, ka urgjente afrimin e gjakut të ri, po jo njerëz jashtë Partisë Demokratike dhe ti sjellësh Partia Demokratike, jo. Brenda Partisë Demokratike unë njoh me dhjetra, po doni edhe ndoshta edhe me qindra, djem dhe vajza të rinj, të angazhuar profesionist, shumë të zot në atë që bëjnë, po doni juve edhe politikan
të sprovuar, që kanë treguar që kur u jepet përgjegjësi dhe kur u besohen din të shkëlqejnë. din të japin dhe të prodhojnë rezultat për Partinë Demokratike. Unë isha duke bërë një vëzhgim kështu shumë empirik ditën e djeshme, pas dite, në rrjetet sociale se si është pëlqyeshmëria e atyre që quhen kaste vjetër e Partisë Demokratike, Gjaketat e vjetra, edhe atyre që pretendojnë të promovohen dhe të marrin të jenë pjesë e leadershipit të Partisë Demokratike. Dhe raporti nuk është këta më pak edhe këta më shumë. Jo, raporti është ose gjys për gjys, ose pëlqyeshmëria e figurave të reja është trefish më e lartë se e figurave të vjetra. Dhe këtu kam parasysh figura duke nisur nga ata që mund të cilësohen besnik të Zotit Berisha, siç mund të jetë Zoti Xhaferi, Zoti Mustafaj, apo edhe figura tjera që ndoshta nuk janë pjesë e enturazhit të ngushtë. Andi Mustafaj.